Kishim filluar me organizimin bile para 2 muajve. Se kjo që ndodh, thash edhe më herë, ishte parashikueshme. Se në rundin e parë, për fat mirë nuk fitoj, mirë që erdhën diaspora, se Aleksandri do fitonte në rundin e parë. E tani, unë nuk e di sa para pregaditje janë bërë. Them drejtën nuk kam informata të sakta. Po edhe 2 javë që janë, nuk janë pak. Edhe këta e mjaft, po ne do të fillojmë të organizohemi që sot. Edhe si që tha, edhe Uniri, hapi parë do ishte që këta kandidatë prononcohen, sepse neve na duhet tani një gjuhë bashkimi. Mua më lodh kjo, më helmon shpirtin t'i shoh shqiptarët në këtë mënyrë të përçarë. Në rast se ti hec në për qytet, takon tani njerëz që të thonë, që t'japi një pikturë aq negative, që të thotë, po ma mjile ta marrja se ky, që kjo për mua është e dhimbshme si shqiptar t'i digjoj të atim, kjo nuk bën. Po pra ne duhet, unë shpresoj që nuk jam më emocional sa që duhet, po unë shpresoj që sonte janë ftohtur gjakrat, edhe ajo pala që ka humbur, ka fituar asambleist, ata ide që i kam pasur, shqyr që i kam pasur, t'i realizojmë bashkë. T'i realizojmë bashkë, sepse do ide dhe nuk ishën bëjnë as pak me komunën. T'i realizojmë bashkë, dyert i kam të hapura të gjithë ne. Në rast se ja duam të mirën këtij vendi, ta bëjmë bre bashkë, Korçova shpresojmë edhe besojmë që edhe atë do të ekzistojë. Në 2018, kur do flitet për Korçovën, edhe kush e ka udhëhequr Korçovën, do jenë harruar emrat. Edhe Fatmir Tehari, edhe Shkodran Halili, edhe Fatmir Imani, të gjithë do jenë harruar, edhe ne do jemi harruar. Ajo që nuk do harrohet është a ka vazhduar ky qytet të menaxhohet nga një shqiptar, apo tani menaxhohet nga një maqedon. Sepse unë mendoj, edhe kjo është e rëndësishme të ceket, sepse kjo është edhe ajo simbolika që qëndron pas kësaj. Është simbolika që ne shqiptarët e humbim një qytet me qefin ton, me dëshirën ton në rast se ne nuk bëhemi bashkë. Edhe kjo në rast se kërkon një shembull në histori, në rast se kjo e keqe që na kërcënon tani, në rast se kjo e keqe ndodh, ne do bëhemi shembull për librat historik. Kur do duhen librat historik të marrin një shembull se si kanë dështuar shqiptarët, ata pikërisht këtë situatë ta tregojnë. Unë nuk dua që ky qytet të shndrohet një shembull historik për të keqe. Unë e dua këtë qytet pa asnjë fare interesi. Unë nga ky qytet si Hamdini, si Munir, ne nuk kemi asgjë këtu që të na motivojnë të jemi për një apo për tjetrin kandidat. Ne jemi ata që e duam këtë qytet me sinqeritetin e plot. Nuk kemi dalë këtu ne të bisedojmë, edhe në fakt është dashur të na motivojsh ti edhe Muniri që të vim këtu, sepse nuk është që ne e kërkojmë skenën edhe këtu të tregojmë se sa patriota jemi. Por unë e kuptoj këtë punë si një detyrë të rëndësishme, si një barë të rëndësishme, si një sfidë shumë të rëndësishme, që ky qytet të vazhdojë të frymojë Shqip. Edhe duat t'i shkelin në rast se ekzistojnë 1000 këqija do t'i shkel për të arritur qëllimin që ky qytet të frymojë edhe më të qesh Shqip.